Peshorja. Neptuni në retrograd hyn në shtëpinë tuaj të partneriteteve dhe marrëdhënieve peshore, duke ju ftuar të shihni njerëzit ashtu siç janë, jo si doni të ishin. Kjo nuk do të thotë se po vijnë probleme, por se është koha për të parë realitetin me sytë më të thjellët. Nëse keni idealizuar partnerin ose një lidhje të rëndësishme, kjo periudhë mund t'ju ndihmojë të dalloni të vërtetën. Kushtojini vëmendje sinjaleve që më parë mund të keni anashkaluar dhe mos justifikoni sjellje që nuk u bëjnë të ndiheni të vlerësuar. Nga ana tjetër, nëse marrëdhënia juaj është ndërtuar mbi besim dhe sinqeritet, kjo energji mund ta forcojë edhe më shumë lidhjen mes jush. Mos u mbështetni te iluzionet. E vërteta sado e vështirë të duket në fillim, do t'ju çojë drejt marrëdhënieve që ju meritojnë dhe ju bëni të ndiheni të lumtur. Akrepi. Bëuni të sinqertë me veten akrep, për atë që nuk po funksionon në jetën tuaj të përditshme. Mund të jeni duke u lodhur mentalisht dhe fizikisht, dhe të keni nevojë për një ekuilibër më të mirë mes punës dhe jetës personale. Ndoshta disa zakone të këqija ose marrëdhënie toksike po ju mbajnë peng më shumë se sa mendoni. Kjo ditë ju fton të praktikoni më shumë vetë dashuri dhe të merrni vendime që përmirësojnë jetën tuaj. Ju tashmë e dini se diçka nuk po shkon si duhet, dhe tani keni mundësinë reale për ta ndryshuar. Ose shtyni më atë që kërkon rregullim. Ndryshimi fillon kur pranoni të vërtetën dhe veproni me jetën tuaj. Shigjetari. Ndihni atë që ju duket autentike, qoftë një projekt kreativ apo një situatë dashurie. Duhet të dëgjoni atë që ndjeni thellë brenda vetes dhe jo ndikimet e jashtme. Mos lejoni që opinionet e të tjerëve të ndikojnë në mënyrën se si e shpërndani energjinë tuaj. Të marta mund të kuptoni se diçka që dikur e doni nuk ju sjell më të njëjtën kënaqësi. Në vend që të ndiheni keq për këtë, shiheni si një mundësi për të nisur diçka të re. Provoni një hobi të rinj, eksploroni vende të panjohura dhe hapuni ndaj personave që ju sjellin gëzim. Kur diçka nuk ju përfaqëson më, është koha të ecni drejt asaj që ju frymëzon vërtet. Britsjapi. Energjia astrologjike e 7 korrikut lidhet fort me jetën tuaj në shtëpi dhe familjen britsjap. Kjo ditë ju sfidon të lironi disa pritshmëri dhe ide më tradicionale që mund të keni në mënyrën si duhet të jenë gjërat. Lejoni që njerëzit tuaj të afërt ju shohin ashtu siç jeni në të vërtetë, pa maska apo presion për të qenë perfekt. Në të njëjtën kohë, hapuni edhe ju për t'i parë ata më me mirëkuptim dhe më pa gjykim. Këtë të martë keni një mundësi të mirë për të forcuar lidhjet familjare dhe për të krijuar më shumë ngrohtësi në marrëdhënie. Nëse veproni me dëmshuri dhe durim, mund të ndjeni një afrim të vërtetë emocional me njerëzit që kanë rëndësi për ju. Lidhjet e forta ndërtohen kur pranojmë njëri tjetrin ashtu siç jemi. Ujori. Edhe pse Merkuri në retrograd po sjell keq kuptime në komunikim, Neptuni në retrograd po bën të kundërtën. Energjia e së martës ju ndihmon të shprehni më qartë mendimet tuaja të vërteta. Sinqeriteti është i fuqishëm dhe kjo është tema e kësaj dite. Mos i zbutni fjalët dhe mos i thoni njerëzve atë që duan të dëgjojnë, nëse nuk e mendoni vërtet. Kjo është gjithashtu një kohë e mirë për të hedhur mendimet tuaja në letër, qoftë duke shkruar një histori, një projekt apo thjesht duke mbajtur një kitar për ndjenjat tuaja. E vërteta e thënë qartë sjell çlirim dhe qartësi për çdo njeri. Dhe mbërritem tek peshqi. Vlera juaj nuk ka lidhje me sumën e parave në llogarinë tuaj bankare. Në 7 korrik, Neptuni në retrograd ndikon në shtëpinë tuaj financiare dhe të vetë vlerësimit. Ky ndikim ju kujton se vlera juaj është e brendshme, nuk matet me atë që fitoni apo me atë që ju i jepni të tjerëve. Nuk është e nevojshme të ulni standardet ose të sakrifikoni veten për të kënaqur të tjerët. Kjo është një ditë për të rikthyer besimin te vetja dhe për të kuptuar se nuk duhet të pranoni më pak se sa meritoni. Ju keni një energji të veçantë dhe një forcë brendshme që ndonjëherë e harroni, por që është gjithmonë aty. Vlera juaj nuk negociohet, ajo thjesht pranohet.